Ishte një natë e zakonshme në shtëpinë e Big Brotherit, por askush nuk e dinte se një moment i papritur do të ndryshonte gjithçka. Gjesti dhe Egli ishin ulur në suit, të përfshirë në një bisedë që ndonse duke e qetë, fshite tensionet të pashprehura. Në një moment, dritat u fikën papritur, duke zhytur dhomën në një errësirë misterioze. Një heshtje e thellë mbuloi gjithçka. Në atë çast, Gjesti lëvizi nëpër errësirë. Hapat e tij mezi dëgjoheshin, por prania e tij ndjeje fort. Ai u afrua me Eglin, zëri i tij i ulet e theu heshtjen. "Ku je?" tha ai me një ton që nuk ishte as i lehtë dhe as i rënd, por i mbushur me diçka të padeshifrueshme. Egli u tërhoq paksa, ndonse në errësirë as ajo vetë nuk dinte nëse lëvizja e saj ishte e mjaftueshme për t'u larguar prej tij. "Ik ande, ik mos u bë idiot", i tha ajo duke qeshur, por në zërin e saj ndjej një lloj tensioni, një pasiguri e vogël që e tratonte. Gjesti nuk u tërhoq. "Ku je se po rrëzohem?" vazhdoi ai me një zë më të ulët, më të butë, por që dukej sikur fshite diçka. Në ato sekonda që kaluan në heshtje, gjithçka u ndje sikur ishte e ndalur në kohë. Shumë banorë dhe ndjekës të Big Brotherit e interpretuan këtë si një moment të qëllimshëm nga ana e Gjestit, një tentativë për të krijuar një afrimitet që Egli nuk e dëshironte. Kur dritat u rikthyen, Egli u largua menjëherë, duke mos dashur të zgjaste më tej atë që ndodhi. Por kjo nuk ishte e gjitha. Pas darkës së tyre të organizuar nga vëllai i madh, Gjesti dhe Egli u përpoqën të sqaronin gjithçka. Në sy të gjithëve, ata folën për marrëdhënien e tyre, për fjalët e pathëna dhe keqkuptimet që i kishin ndjekur gjatë gjithë kohës brenda shtëpisë. Por Gjesti nuk u ndal me kaq. Pasi gjithçka u dukse kishte përfunduar, ai u kthye brenda shtëpisë dhe me një ton serioz ju drejtua kamerës. Përshëndes familjen e Eglit, e shfrytësoj këtë moment për t'i kërkuar falje për gjithçka që ka ndodhur. Kur të dalim jashtë, shpresoj që do të më lini të bisedoj me ju. Në sytë e tij lexohej diçka më shumë se sa thjesht një ndjenjë keqardhjeje. Ishte një mesazh i heshtur, një çështje e papërfunduar, një mister që do të mbetej pezull për t'u zbuluar më vonë. Gjesti e përfundoi mesazhin e tij me fjalët: "Ju përshëndes të gjithëve, publik i gjerë kudo që jeni anë mban botës. Më falni për gjithçka." Por a ishte vërtet fundi i kësaj historie? Apo ishte vetëm fillimi i diçkaje më të errët, më të ndërlikuar, që do të vinte pas daljes nga shtëpia? Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!